Kushtet e përgjithshme të kontratës së pajtimit. Bazat ligjore. Kjo kontratë është hartuar në përputhje me Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë, ligji numër 9918/2008 për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar në ligjin numër 9902/2008 për mbrojtjen e konsumatorëve, i ndryshuar në ligjin numër 9887/2008 për mbrojtjen e të dhënave personale. Rregullore numër 49 datë 11/03/2021 për mbrojtjen e konsumatorëve dhe pajtimtarëve të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike, si dhe me çdo akt tjetër ligjor dhe nënligjor që rregullojnë këtë marrëdhënie në Republikën e Shqipërisë. Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, AKEP, është organi rregullator në fushën e komunikimeve elektronike dhe të shërbimit postar, i cili mbikëqyr kuadrin rregullator të përcaktuar nga ligji 9918/2008, nga ligji për shërbimin postar dhe nga politikat e zhvillimit të përcaktuara nga Këshilli i Ministrave. Mjeti qëndrueshëm është çdo mjet i cili mundëson pajtimtarit apo ofruesit të shërbimit publik të komunikimeve elektronike ruajtjen e informacionit të drejtuar personalisht atij në mënyrë që të lejojë referimin për qëllime informimi në të ardhmen për një periudhë kohe të përshtatshme dhe që lejon riprodhimin e pandryshuar të informacionit të ruajtur. Me këtë term nuk kuptohet çdo mjet komunikimi dhe përfshin në veçanti letër, USB, CD-ROM, kartë memorie ose hard disk të kompjuterit, email, njoftim me SMS, aplikacion, llogari online e tjerë. More TV është platforma televizive operatori që i mundëson pajtimtarit transmetimin e përmbajtjes audiovizive të tretëve. Transmetimi realizohet duke e pajisur pajtimtarin me dekoderin More TV, një pajisje që funksionon në bazë të sistemit operativ Android dhe që nëpërmjet lidhjes me internetin mundëson marrjen dhe transmetimin e sinjalit audioviziv. Operatori është shoqëria Abisnet S.A., regjistruar në formën e shoqërisë tregtare aksionare në regjistrin tregtar të Qendrës Kombëtare të Biznesit, me numër unik të subjektit tatim pagues K014170001C, autorizuar nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare për të ofruar rrjete dhe shërbime publike të komunikimeve elektronike, sipas regjimit të autoritetit të përgjithshëm dhe nga Autoriteti i Mediave Audiovizive për të ofruar shërbim audioviziv OTT. Pajisje fundore janë të gjitha mallrat kapitale të luajtshme në pronësi të operatorit, të instaluar në mjediset e pajtimtarit për të kryer lidhjen e shërbimeve që janë përzgjedhur nga pajtimtari në bazë të kësaj kontrate. Lloji, numri serial, MAC-adresa dhe sasia e pajisjeve fundore të dhëna në përdorim të pajtimtarit përcaktohen sipas procesverbalit të dorëzimit bashkangjitur të kësaj kontrate. Pajtimtari është individi, personi fizik apo personi juridik që përfiton një ose disa shërbime të komunikimeve elektronike sipas rregullimeve të kësaj kontrate. Shërbimi i aksesit në internet është shërbimi i komunikimeve elektronike, i disponueshëm për publikun që ofron akses në internet dhe rrjedhimisht lidhje virtualisht në të gjitha pikat fundore të internetit, pavarësisht teknologjisë së rrjetit dhe pajisjeve fundore të përdorura. SLA-ja përbën llojin e marrëveshjes së nivelit të shërbimit të zgjedhur nga pajtimtari për suportin teknik. Objekti i kësaj kontrate është ofrimi preoperatorit me cilësinë sipas normave ligjore, rregullatore dhe standardeve teknike të përcaktuara në këtë kontratë, të një ose disa prej shërbimeve të mëposhtme, sipas përzgjedhjes së pajtimtarit në formularin e regjistrimit. Shërbim aksesi në internet, shërbim audioviziv, shërbim telefonik fiks. Operatori ka publikuar në një mënyrë të qartë dhe të kuptueshme në format elektronike që mund të shkarkohet apo konsultohet lehtësisht nga pajtimtari në faqen e tij elektronike www.abisnet.al. Të gjithë informacionin para kontraktor të përmbajtur në ligjin 9902/2008, ligjin 9918/2008, përfshirë kërkesat dhe specifikimet e dhëna në rregullatoren e AKEP 49/2021. Pajtimtari me nënshkrimin e kësaj kontrate ka pranuar se është informuar paraprakisht dhe disponon plotësisht këtë informacion dhe kupton rëndësinë e ruajtjes së tij për qëllimet dokumentimi, referimi dhe riprodhimi të tij në të ardhmen. Kjo kontratë lidhet për një afat minimal fillestar të caktuar 12 ose 24 muaj, sipas përzgjedhjes së pajtimtarit në formularin e regjistrimit bashkangjitur. Nëse pajtimtari shfaq vullnetin, kontrata mund të lidhet dhe për një afat më të gjatë se 24 muaj,
sipas përgjedhjes së pajtimtarit në formularin e regjistrimit. Data e fillimit të shërbimit është data e aktivizimit të shërbimit nga operatori në momentin e instalimit të linjës. 30 ditë përpara përfundimit të kontratës së lidhur me afat të caktuar, operatori duhet të njoftojë pajtimtarin nëpërmjet njoftimit individual me anë të shërbimit postar, email, SMS apo formave të tjera të komunikimeve elektronike të qëndrueshme për mundësinë e ndërprerjes së kontratës ose të vazhdimit të saj me afat pa caktuar. Operatori do të njoftojë dhe të informojë në mënyrë të qartë pajtimtarin në lidhje me datën e përfundimit të kohëzgjatjes minimale fillestare të kontratës dhe kthimin e saj në kontratë me afat kohëzgjatje të pacaktuar. Shërbimet që janë në pjesë të kontratës dhe tarifën aktuale të pajtimit mujor, si dhe ndryshimet që mund të ketë në shërbimet dhe tarifën mujore pas kësaj date. Detajet të opsioneve të disponueshme për operatorin në përfundim të afatit të kontratës me afat të caktuar. Nëse pajtimtari nuk i pranon kushtet e reja të njoftuara nga operatori, sipas procedurave dhe afateve të përcaktuara në rregulloren e AKEP numër 49/2021 dhe këtë kontratë, ai ka të drejtë për të tërhequr nga kontrata pa penalitet. Në rast se pajtimtari shpreh vullnetin për të vazhduar me kontratën, ai u kthehet në kontratë me afat të pacaktuar. Pajtimtari gëzon të drejtën për të zgjidhur kontratën me afat të pacaktuar në çdo kohë, me një njoftim 30 ditor kundrejt operatorit, nëpërmjet shërbimit postar, email, SMS apo formave të tjera të komunikimeve elektronike të qëndrueshme. Edhe operatori gëzon të drejtën për të tërhequr nga kontrata me afat të pacaktuar me një njoftim 30 ditor kundrejt pajtimtarit. Në rast se pajtimtari nuk shpreh vullnetin për të vazhduar kontratën sipas pikës 4.5, operatori ka detyrim të ndërpresë kontratën në datën e përfundimit të afatit të kohëzgjatjes së caktuar të saj, ndërsa rinovimi i kontratës me afat të caktuar për një periudhë fikse mund të kryhet vetëm në pranimin e shprehur nga pajtimtari nëpërmjet nënshkrimit apo përdorimit të mjeteve të qëndrueshme dhe pajtimtari duhet të jetë i vetëdijshëm dhe të informohet nga operatori për zgjatjen afat rinovim si në kushtet e lidhjes së një kontrate të re nga pajtimtari. Zgjidhja e kontratës me afat të caktuar. Në rast se pajtimtari dëshiron të përfundojë kontratën me afat të caktuar para afatit të përfundimit të saj, operatori ka të drejtë të vendosë penalitet tek pajtimtari për përfundimin para afatit të kontratës me kohëzgjatje të caktuar. Vlera e kompensimit të kërkuar duhet të jetë e përshkallëzuar proporcionale në raport me periudhën e mbetur, duke marrë në konsiderat faktorë të tillë si vlera e kontratës apo tarifat e pajtimit mujor, angazhimet e pajtimtarit për të qëndruar për një kohëzgjatje minimale me operatorin apo për të kryer një nivel të caktuar shpenzimesh gjatë kohëzgjatjes minimale të kontratës apo uljen e përfituar nga pajtimtari. Në këto raste, penaliteti për përfundimin para afatit minimal fillestar të kontratës mund të kërkojë operatori nga pajtimtari nuk mund të jetë më i lartë se pagesa e tarifës bazë mujore e të gjithë muajve të mbetur në kontratë, ose diferenca që rezulton midis shpenzimeve totale që pajtimtari është angazhuar të kryejë gjatë gjithë kohëzgjatjes minimale të kontratës dhe niveli të shpenzimeve totale të kryera nga pajtimtari deri në shkëputjen para afatit të kontratës. Nëse kontrata përmban angazhim të tillë të pajtimtarit, në të tilla raste aplikohet vlera më e ulët midis A-s dhe B-s. Në rast se pajtimtari kërkon të përfundojë kontratën me afat të caktuar para afatit dhe zgjedh atë që të mbajë pajisjen fundore të përfshirë në paketë në kohën e lidhjes së kontratës për shërbimet komunikime elektronike publike, kompensimi për pajisjen fundore nuk mund të jetë më i lartë se vlera proporcionale e tij, e llogaritur në bazë të vlerës monetare të deklaruar të aparatit në momentin e lidhjes së kontratës ose në bazë të pjesës së tarifës së shërbimit për muajt e mbetur deri në fund të afatit të kontratës, duke aplikuar vlerën më të ulët midis tyre. Operatori heq të gjitha kufizimet për përdorimin e pajisjes fundore në rrjete të tjera, pa pagesë dhe jo më vonë se data e pagesës nga pajtimtari e kompensimit për pajisjen fundore. Çmimet dhe mënyra e pagesës. Çmimet e shërbimeve të ofruara nga operatori dhe të pranuara nga pajtimtari paraqiten në formularin e regjistrimit bashkangjitur kësaj kontrate dhe në aneksin lista e shërbimeve dhe çmimeve. Në çmimin e shërbimit përfshihet edhe tatimi mbi vlerën e shtuar në masën 20%. Në rast të ndryshimit të vlerës së këtij tatimi, kjo do të pasqyrohet në faturën e shërbimit. Çmimet e shërbimeve janë objekt ndryshimit, të cilat vendosen dhe publikohen sipas kërkesave të ligjit 9918/2008, rregullores së AKEP 49/2021 dhe kushteve të kësaj kontrate. Aplikimi i rritjes së çmimeve së një apo shumë shërbimeve do të bëhet vetëm pas ezaurimit të procesit të njoftimit individual të pajtimtarit
nëpërmjet shërbimit postar, email, SMS apo formave të tjera të komunikimeve elektronike të qëndrueshme, të paktën 30 ditë përpara hyrjes në fuqi të tyre. Ndryshimet e çmimeve do të hyjnë në fuqi 30 ditë pas njoftimit. Pajtimtari ka të drejtë të zgjidhë kontratën në rast se nuk është në dakord me rritjen e çmimeve, duke njoftuar operatorin nëpërmjet shërbimit postar, email, SMS apo formave të tjera të komunikimeve elektronike të qëndrueshme, përpara afatit të hyrjes në fuqi të çmimeve të reja. Pajtimtari nuk shkarkohet nga përgjegjësia në bazë të kushteve të ndryshuara, nga data e hyrjes në fuqi deri në datën e zgjidhjes së kontratës, nëse kërkesa për zgjidhjen e kontratës është bërë pas hyrjes në fuqi të kushteve të ndryshuara. Uljet e çmimeve dhe përmirësimi i treguesve të cilësisë së shërbimeve të zgjedhura nga pajtimtari mund të hyjnë në fuqi menjëherë. Ndryshimi i çmimeve nuk ka fuqi paravepruese për periudhën e parapaguar. Mënyra e pagesës. Qiraja e pajisjes fundore dhe kostoja e instalimit paguhet në momentin e nënshkrimit të kësaj kontrate. Pajtimtari mund të zgjedhë të parapaguajë çmimin plotësisht ose pjesërisht në datën e lidhjes së kontratës, për të gjithë apo një pjesë të afatit minimal fillestar të kontratës. Këto pagesa janë të pakthyeshme me përjashtim të rastit të përcaktuar në pikën 10.2.2. Kur çmimi parapaguhet me baza mujore, pagesa duhet të kryhet para datës së përfundimit të shërbimit të paguar. Pagesa kryhet me para në dorë në njësi tregtare të operatorit deri në shumën e lejuar nga ligji në mënyrë bankare, online nëpërmjet të websajtit dhe institucioneve të paras elektronike. Pajtimtari është i detyruar të paguajë muajt e plotë të shërbimit sipas afatit minimal fillestar të përzgjedhur në formularin e regjistrimit bashkangjitur. Operatori do t'i dorëzojë faturën pajtimtarit sipas kushteve ligjore. Fatura përmban ndër të tjera periudhën e faturimit, pagesën fikse mujore për shërbimin, si llojin dhe shuma e të gjithë pagesave të tjera të mundshme për periudhën e faturimit. Operatori brenda 3 ditëve para afatit të pagesës do të njoftojë pajtimtarin nëpërmjet mjeteve të qëndrueshme për plotësimin e detyrimit të pagesës apo detyrimeve të tjera kontraktore, si dhe duke e paralajmëruar pajtimtarin për masat kufizuese që mund të ndërmarrë operatori. Operatori ka të drejtë të ndërpresë lidhjen e pajtimtarit në rast se pajtimtari nuk kryen pagesën e çmimit, sipas kushteve të përcaktuara në këtë kontratë. Nëse pajtimtari kundërshton shumën e faturuar, operatori mund të veprojë sipas pikës 6.2.5 dhe 7.3.1 të kësaj kontrate deri në arritjen e një vendimi përfundimtar kur pajtimtari do të jetë i detyruar të paguajë brenda një afati të caktuar kohor. Shërbimi telefonik, numri telefonik, mënyra e pagesës dhe ndërprerja e shërbimit. Pajtimtari ka mundësinë e kryerjes dhe marrjes së thirrjeve dalëse dhe hyrëse kombëtare dhe ndërkombëtare. Operatori do të pajisë pajtimtarin me një numër telefonik brenda hapësirës numerike të vënë në dispozicion nga AKEP. Në rast të mbarimit të kontratës, numri i kalon automatikisht operatorit. Operatori mund të ndryshojë numrin e telefonit të pajtimtarit në rast në ndryshimit të numeracionit nga AKEP apo për arsye teknologjike. Në çdo rast, pajtimtari do të njoftohet në shkrim në mënyrë individuale brenda afatit ligjor për ndryshimin e numrit dhe në shkrimin e një aneksi kontrate për pranimin e numrit të ri. Pajtimtari ka të drejtë të kërkojë operatorit ndryshimin e numrit të telefonit. Kërkesa duhet të bëhet me shkrim. Operatori duhet të përgjigjet brenda 5 ditëve punë nga marrja e kërkesës. Në qoftë se kërkesa pranohet, ndryshimi i numrit duhet të bëhet brenda 3 ditëve punë, duke u nënshkruar në një aneks për këtë qëllim. Lloji dhe mënyra e pagesës. Pajtimtari detyrohet të parapaguajë operatorit çmimin e instalimit. Ky çmim paguhet në momentin e nënshkrimit të kontratës dhe është i pakthyeshëm, me përjashtim të rastit të parashikuar në pikën 10.2.2. Çmimin për shërbimin e mirëmbajtjes. Ky çmim është shuma që paguhet nga pajtimtari çdo muaj për mirëmbajtjen e linjës telefonike nga operatori. Çmimet e parapaguara nga pajtimtari nuk kthehen me përjashtim të rasteve të parashikuara në këtë kontratë. Çmimin mujor të shërbimit. Ky çmim parapaguhet para datës së përfundimit të shërbimit të paguar. Operatori do t'i dorëzojë faturën pajtimtarit në datën e kryerjes së pagesës. Fatura përfshin çmimin mujor, çmimin e mirëmbajtjes, detyrimet fiskale, periudhën e faturimit, llojin dhe shumën e të gjitha pagesave të tjera të mundshme për periudhën e faturimit. Në rastin e paraqitjes së një kërkese, operatori do t'i mundsojë pajtimtarit faturë të detajuar e cila të përmbajë periudhën e faturimit, pagesën fikse mujore për shërbimin, llojin dhe shumën e të gjitha pagesave të tjera të mundshme për periudhën e faturimit, numrat e thirrur, datën, kohën, kozgjatjen e bisedave të kryera, pagesën për çdo komunikim të kryer. Ndërprerja e shërbimit telefonik. Nëse parapagesa e çmimit nuk kryhet para datës së përfundimit të shërbimit të paguar, operatori do të ndërpresë shërbimin,
por pajtimtari do të ketë mundësinë të pranojë thirrje nga të tretë për një periudhë prej 30 ditësh nga data në të cilën duhet të kryente pagesën dhe të kryer thirrje drejt numrave të emergjencës. Pas kalimit të 30 ditëve, pajtimtarit do t'i ndërpritet linja e shërbimit, por numri telefonik do të mbetet në emër të pajtimtarit për një periudhë prej 90 ditësh. Nëse pajtimtari paguan brenda afatit 90 ditor të mërsipërm, atëherë shërbimi do të reaktivizohet brenda 2 ditëve punë nga kryerja e pagesës. Nëse pajtimtari nuk paguan brenda afatit të lartë përmendur, atëherë kontrata vlerësohet e zgjidhur dhe drejta e përdorimit të numrit telefonik i kalon automatikisht operatorit. Operatori e ka të ndaluar të kufizojë aksesin për përdorimin e numrave të emergjencës gjatë afatit të kontratës. Pajisjet fundore, dhënia me qira e pajisjeve fundore. Operatori do t'i jap me qira pajtimtarit pajisjet fundore. Pajtimtari detyrohet të parapaguajë në datën e nënshkrimit të kësaj kontrate çmimin e plot të qiras për çdo pajisje që do të marrë me qira. Në përfundim të kontratës, pajtimtari duhet të kthejë pajisjet fundore në gjendje funksionale. Operatori nuk përmban përgjegjësi për defekte që mund të shkaktohet pajisjeve. Për te afatit të garancisë, operatori nuk suporton dhe nuk konfiguron pajisjet që nuk janë furnizuar prej tij. Në rastin kur pajtimtari dëmton apo prish pajisjet fundore të ofruara nga operatori, do të dëmshpërblerë vlerën e tyre sipas kritereve të vendosura në pikën 8.22. Shitja e pajisjeve fundore. Nëse pajtimtari zgjedh që të blejë pajisjen fundore, do të aplikohen çmimet zyrtare të paraqitura në aneksin lista e shërbimeve dhe çmimeve. Kur pajtimtari zgjedh të mbajë pajisjen pas përfundimit të afatit minimal fillestar të kontratës, çmimi që do të paguajë do të jetë si në vijim. Për kontratat me afat fillestar 12 mujor, pajtimtari do të paguajë çmimin zyrtar të shitjes në momentin e dorëzimit të paktuar me amortizim efektiv të akumuluar në masën 25% të këtij çmimi. Për kontratën me afat fillestar 24 mujor, pajtimtari do të paguajë çmimin zyrtar të shitjes në momentin e dorëzimit të paktuar me amortizimin efektiv të akumuluar në masën 40% të këtij çmimi. Nëse kërkesa për të blerë pajisje dorëzohet për te afatit 24 mujor nga data e marrjes në dorëzim të pajisjes, atëherë pajtimtari do të paguajë çmimin zyrtar të shitjes në datën e dorëzimit të pajisjes, të pakësuar me amortizimin efektiv të akumuluar në masën 50% të këtij çmimi. Të drejtat dhe detyrimet e pajtimtarit. Të drejtat e pajtimtarit të përdorë shërbimet në përputhje me kushtet e kësaj kontrate dhe të akteve ligjore në fuqi. Të përfitojnë nga operatori shërbimet më të gjitha parametrat dhe cilësinë e përcaktuar në këtë kontratë dhe aktet rregullatore në fuqi. Të paraqesë kërkesa, ankesa dhe sugjerime ndaj operatorit në lidhje me shërbimet e kontraktuara dhe të marrë përgjigje brenda afatit. Të paraqesë kërkesë me shkrim për pezullimin e shërbimeve 10 ditë kalendarike para prej datës në të cilën kërkohet pezullimi. Në këtë kërkesë duhet të përcaktohet afati dhe lloji i shërbimit për të cilën kërkohet pezullimi. Pezullimi i shërbimeve duhet të kërkohet jo më shumë se 2 herë në vit kalendarik dhe në periudhën e kontraktuar, vetëm nëse do të zgjatet kjo periudhë në përputhje me rrethana të saktuara, por në çdo rast vlera totale e periudhës së pezullimit nuk mund të jetë më shumë se 3 muaj. Afati fillestar i kontratës do të zgjatet aq sa do të jetë periudha e kërkuar e pezullimit. Në rastin e shërbimeve që ofrohen së bashku apo për shkak të natyrës së tyre, janë ngushtësisht të lidhura me njëra tjetrën, pezullimi i shërbimit nuk do të ofrohet vetëm për shërbimet më vete. Operatori në çdo rast mund të vendosë në diskrecionin e tij ndryshe. Për periudhën e pezullimit të shërbimit, pajtimtari nuk është i detyruar për ndonjë tarifë pajtimi mujor apo tarifa të tjera për përdorimin e shërbimit. Gjatë pezullimit, pajtimtari ka të drejtë të kryejë thirrjet e emergjencës. Për shkak të pezullimit, çmimi i parapaguar për pajtimtarit do të jetë i vlefshëm për periudhën vijuese që do të nisë me reaktivizimin e shërbimit. Shërbimet e pezulluara do të reaktivizohen automatikisht me mbarimin e periudhës së specifikuar në kërkesën me shkrim. Tarifa e reaktivizimit do të përcaktohet sipas listës të çmimeve në fuqi të operatorit dhe do të jetë e pagueshme në momentin e paraqitjes së kërkesës nga pajtimtari për pezullim të shërbimit apo shërbimeve. Të përdorë shërbimin e probabilitetit të numrit në përputhje me kërkesat ligjore dhe rregullore përkatëse. Portimja apo bartja e numrit telefonik të pajtimtarit nga rrjeti i operatorit drejt një rrjeti tjetër fiks publik telefonik apo anasjelltas është një drejtë themelore e pajtimtarit e parashikuar në ligjin 9918/2008 dhe rregullore në AKEP për portabilitetin dhe kryhet sipas përcaktimeve të rregullores përkatëse të AKEP dhe plotësimit të formularit përkatës tek operatori marrës. Në çdo rast, portimi i numrit do të ekzekutohet vetëm pas shlyerjes së të gjitha detyrimeve të pajtimtarit në momentin e kërkesës për portim, sipas përcaktimeve në rregulloren e portimit të numrit. Këtë të drejtë pajtimtari e ka edhe në rastin e zgjidhjes së kësaj kontrate, pas shlyerjes së të gjitha detyrimeve të tij.
Të marrë pa pagesë një faturë të detajuar për shërbimin telefonik që i mundëson kontrollin mbi shumën e faturuar, të përdorë funksionet tone dealing, clip and club, të kërkojë në çdo kohë revokimin e pëlqimeve paraprake të ofruara prej tij, të telefonojë falas numrin e policisë, shërbimet zjarfikës, ndihmës të shpejtë mjekësor dhe policisë rrugore, dhe kur aksesi në shërbimin telefonik është i kufizuar, të kërkojë transferimin e linjës në një vendodhje tjetër nga ajo për të cilën është lidhur kontrata. Me marrjen e kërkesës, operatori do të verifikojë mundësinë e transferimit që do të realizohet nëse plotësohen kushtet e mëposhtme. Operatori do ketë rrjet në zonë ku kërkohet transferimi, pajtimtari pranon të paguajë detyrimet që lindën për realizimin e transferimit. Në rast të zgjidhjes së kontratës nga pajtimtari gjatë afatit fillestar për një nga shkaqjet e mërsipërme, ky veprim do të kualifikohet si zgjidhje e njëanshme e kontratës nga pajtimtari, pa fajin e operatorit. Detyrimet e pajtimtarit të paguajë koston e instalimit që ranë e pajisjes që merr në përdorim dhe çmimin mujor të shërbimeve në përputhje me kushtet dhe afatet e kësaj kontrate. Të zbatoj kushtet e kësaj kontrate dhe udhëzimet e operatorit për mënyrën e përdorimit të shërbimit, pajisjeve fundore ose për çështje të tjera që lidhen me shërbimin. Të njoftoj me shkrim operatorin nëpërmjet mjeteve të qëndrueshme për çdo ndryshim të dhënave vetjake të paraqitura në këtë kontratë brenda 3 ditëve nga ndryshimi i tyre. Në mungesë të këtij njoftimi, operatori nuk do të mbajë përgjegjësi për pasojat që mund të shkaktohen nga mosnjoftimi të dhënave të ndryshuara. Të përdor shërbimet vetëm për konsum vetjak. Pajtimtari nuk duhet të transferojë, ofrojë apo rishecë për arsye përfitimi numrin apo shërbimet të ofruara nga operatori. Në rast se operatori e zbulon këtë shkelje, ka të drejtë të ndërpresë në mënyrë të menjëhershme shërbimin si dhe të zgjidhë këtë kontratë. Në këtë rast, operatori nuk është i detyruar t'i kthejë pajtimtarit pagesat e kryera. Të mos cedojë në asnjë lloj forme të shfaqjes së vullnetit të drejtat dhe detyrimet që i lindin nga kjo kontratë tek një person i tretë pa njoftuar paraprakisht me shkrim operatorin. Të mos ofrojë në çdo formë dhe për asnjë shkak dhe as të krijojë kushte për kopjim, regjistrim, ritransferim ose përdorim të përmbajtjes dhe shërbimeve për qëllime të tjera dhe pa kapërcyer apo patentuar të kapërcejë mekanizmat për mbrojtjen e programeve kundër veprimeve të tilla dhe ose përdorimeve të paautorizuara. Të mos lejoj persona të paautorizuar të bëjnë ndryshime në pajisjen e komunikimeve elektronike, të furnizuara nga operatori, të mos mundësoj dhe realizoj akses për përfaqësuesit e autorizuar të operatorit për godinën kur kërkojnë lidhjen e shërbimit, duke përfshirë zonat të përbashkëta të godinës në pronësime të tjerët, sipas kohës dhe vendit të rënë dakord më parë me operatorin, me synimin e lidhjes së shërbimit, instalimin, mirëmbajtjen, përshtatje, riparim të defekteve dhe asistencën e nevojshme për kryerjen e këtyre aktiviteteve. Në funksion të lidhjes së shërbimit për kryerjen e këtyre veprimeve, pajtimtari duhet të angazhohet, të komunikojë, të ndërveprojë dhe të marrë lejet e duhura prej administratorit, ndërtuesit apo ndonjë subjekti tjetër që krijon pengesa. Të mbrojë dhe të menaxhojë me kujdesin e tij pjesët e përbashkëta të rrjetit të komunikimeve elektronike të operatorit, të ndërtuara në pronën e tij ose në pronën në përdorim të tij dhe të mos lejojë akses palëve të treta në këto pjesë të rrjetit, përveç se me miratimin e operatorit ose në përputhje me kushtet ligjore. Të mos kryer dhe të mos lejojë kryerjen e veprimeve që mund të ndikojnë ose të vënë në rrezik cilësinë e rrjetit dhe dhënien e shërbimeve, dhe të mos kryejë pirateri informatike nëpërmjet shërbimit të ofruar. Pajtimtari detyrohet të mos përdorë ose të mos lejojë persona të tretë të përdorin shërbimet, objekti kësaj kontrate në kundërshtim me rregullat e etikës dhe aktet ligjore në fuqi. Të mos përdor shërbimin për qëllime të paligjshme, të mos kryejë dhe të as lejojë prej personave të tjerë të kryejnë thirrje, mesazhe apo komunikime shqetësuese, kërcënuese, denigruese, persekutuese, mesazhe të kategorizuara si spam apo të ngjashme me to, apo forma të tjera jo ligjore të komunikimit dhe thirrjet emergjence të gabuara nëpërmjet shërbimeve që janë objekti kësaj kontrate dhe pajisjeve të tij fundore. Në rast të kryerjes nga pajtimtari të veprimeve të tilla, operatori ka të drejtë të ndërpresë shërbimin dhe të zgjidhë këtë kontratë. Të mos lejojë akses për të miturit për programe pornografike ose programe të tjera të papërshtatshme dhe ose adresa interneti, të mos marrë përsipër dhe as të lejojë përveç se me miratimin e operatorit, gjenerimin, terminimin, tranzitimin apo devijimin e trafikut nga rrjeti i operatorit duke përfituar kështu një person tjetër i ndryshëm nga ai, ose një gjenerim artificial apo devijim të trafikut të paligjshëm duke përdorur shërbimet e kontraktuara. Të ruaj fshehtësinë të dhënave personale të aksesit në rrjetin e operatorit, të kthej pajisjet fundore që janë dhënë në përdorim në rastet e përfundimit të kontratës. Pajisjet i jepen pajtimtarit në përdorim me qira, por ato mbeten në pronësi të operatorit.
të dëmshpërblej operatorin për dëmet e shkaktuara për shkak të veprimeve apo mos veprimeve të tij me dashje ose nga pakujdesia, duke shkelur detyrimin e tij sipas kësaj kontrate, të mos t'i kthehen çmimet e prapapaguara sipas kësaj kontrate, nëse zgjedh kontratën e pajtimit pa shkaqe të arsyeshme. Pajtimtari mund të mos përmbush ndonjë detyrim të parashikuar në këtë kontratë në rastin e një force madhore. Të drejtat dhe detyrimet e operatorit. Të drejtat e operatorit të paguhet nga pajtimtari për shërbimet e dhëna brenda afatit dhe mënyrës të përcaktuar në kushtet e kësaj kontrate, të bëjë ndryshime në teknologjinë apo strukturën e rrjetit dhe në zgjerimin e fushës së shërbimeve të ofruara, të pezullojë ofrimin e shërbimeve për kontrolle të planifikuara, riparime dhe përmirësime të rrjetit sipas kushteve të akteve rregullatore në fuqi dhe termave të kësaj kontrate, të lejojë sipas kërkesës së pajtimtarit të mbajtjen e numrit të alokuar në rast të ndryshimit të operatorit dhe të lejojë përdorimin nga pajtimtari të shërbimeve të zgjedhjes dhe parazgjedhjes së bartësit të thirrjes në përputhje me legjislacionin dhe kuadrin rregullator në fuqi, të ketë akses në godinën e pajtimtarit me qëllim instalimin e shërbimit sipas kushteve të kësaj kontrate. Në rast se pajtimtari nuk parapaguan çmimin mujor të shërbimit në datën përkatëse, operatori do të kryejë ndërprerjen e shërbimit. Në qoftë se pajtimtari nuk kryen pagesën brenda 30 ditëve nga ndërprerja e shërbimit, atëherë operatori ka të drejtë të zgjidhë kontratën. Operatori ka të drejtë të aplikojë politikat e përdorimit të drejtë të shërbimeve dhe produkteve të ofruara nga pajtimtari, në të cilat çdo rast do të jetë në përputhje dhe të publikuara me normat ligjore në fuqi. Operatori në cilësinë e përsëritësit të programeve audiovizive të tretëve nuk ka kontroll mbi numrin, cilësinë dhe përmbajtjen e kanaleve televizive. Ai mund të ndryshojë përmbajtjen ose numrin e kanaleve televizive të shërbimit audioviziv More TV, nëse këto të fundit do të ndryshohen duke u shtuar, pakësuar apo ndryshuar renditja nga mbartësit e platformave digjitale me të cilat ka kontratë operatori. Në rast të reduktimit të programeve, operatori duhet të njoftojë pajtimtarin nëpërmjet shërbimit postar, email, SMS apo formave të tjera të komunikimeve elektronike të qëndrueshme. Në këtë rast, pajtimtari ka të drejtë të zgjidhë këto kontratë pa penalitet, nëse nuk është dakord me ndryshimet e mësipërme. Pajtimtari nuk shkarkohet nga përgjegjësia në bazë të kushteve të ndryshuara nga data e hyrjes së tyre në fuqi deri në datën e zgjidhjes së kontratës, kur kërkesa për zgjidhjen e kontratës është bërë pas hyrjes në fuqi të kushteve të ndryshuara. Shërbimi audioviziv OTT është i aksesueshëm vetëm nëpërmjet aksesit në internet të ofruar nga rrjeti i operatorit. Operatori ka të drejtë të ndërpresë ofrimin e shërbimit të përfundojë në mënyrë të njëanshme kontratën pa njoftim paraprak ndaj pajtimtarit në rast si më poshtë vijon. Konstanton kundravajtje flagrante, sistematike apo të vazhdueshme të detyrimeve kontraktuale ose të termave të përgjithshëm të shërbimit. Në kuptim të këtij parashikimi me shkelje flagrante dhe shkelje sistematike të detyrimit kontraktual do të kuptohen. Shkelje flagrante e detyrimit kontraktual është një shkelje që shkakton ose mund të shkaktojë dëm tek pajtimtarët të tjerë ose tek operatori. Shkelje sistematike e një detyrimi kontraktual është një shkelje që ka ndodhur 2 a më shumë herë brenda afatit të kontratës. Pajtimtari me dashje dëmton apo prish ose lejon shkatërrimin apo dëmtimin në thyerjen e modemit ose pajisjeve të tjera të komunikimeve elektronike të ofruara nga operatori nëse nuk paguan kompensim për çdo dëm aktual të shkaktuar nga operatori, përfshirë dhe kostot e pajisjes fundore. Detyrimet e operatorit. Të ofrojë për pajtimtarin shërbimin me cilësinë sipas kritereve dhe rregullorëve të AKEB dhe me shpejtësinë e parashikuar në këtë kontratë dhe anekset e saj. Pavarësisht kësaj, cilësia e shërbimit të ofruar mund të ndikohet nga faktorë apo rrethana të cilat janë jashtë kontrollit objektiv të operatorit. Të lidhë dhe aktivizojë shërbimin tek pajtimtari brenda 5 ditëve punë nga nënshkrimi i kontratës. Nga ky afat përjashtohen vonesa që mund të krijohen nga forcat madhore apo nga vetë pajtimtari. Në rast se operatori nuk arrin instalimin e shërbimit për rrethana teknike, kontrata zgjidhet dhe pajtimtari do t'i kthehet pagesa e kryer. Të ofrojë shërbimin në përputhje me parimin e transparencës, proporcionalitetit dhe barazinë sipas kushteve dhe çmimeve, sipas llojit të teknologjisë së përdorur, volumit të trafikut dhe metodës së pagesës. Të mundësojë akses dhe trajtim të barabartë, të drejtë dhe jo diskriminues për pajtimtarin me aftësi të kufizuara sipas përcaktimeve ligjore. Operatori për pajtimtarin me aftësi të kufizuara duhet të vendosë në dispozicion pa pagesë dhe në një format të përshtatshëm, large print ose në format audio, për çdo pajtimtar që është i verbër ose me shkrim të kufizuar sipas kërkesës së tyre.
Kontratë që lidhet me pajtimtarin për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike publike e cila përmban informacionin e kërkuar sipas përcaktimeve të kësaj rregulloreje. Faturën përmbledhëse në lidhje me shërbimet e kontraktuara për planet tarifore me pas pagim. Të jap përparësi shërbimit të riparimit të defekteve sa më shpejt të jetë e mundur për çdo pajtimtar të shërbimeve të rrjeteve fikse, i cili është person me aftësi të kufizuar dhe ka nevojë për një riparim urgjent. Tarifat e shërbimit të përparësisë për riparimin e defekteve nuk duhet të tekalojnë tarifën standarde të operatorit për shërbimin e riparimeve të defekteve. Të siguroj që çdo pajtimtar me aftësi të kufizuar të kryejë ose të marrë thirrjet, të cilat mund të jenë në format teksti dhe të përdorë shërbimin e konvertimit të tekstit sipas rregullores të përcaktuar nga AKEP apo çdo institucion tjetër përkatës, të bëjë ndryshimin e paketës së shërbimit ose shpejtësisë së internetit pas kërkesës së pajtimtarit dhe pranimit të operatorit në bazë të një aneks kontrate, të trajtojë dhe të zgjidhë çdo kërkesë të pajtimtarit në lidhje me shërbimet e kësaj kontrate. Të njoftojë nëpërmjet medias, afishimeve, faqes elektronike, njësive të shitjes apo adresave të tij zyrtare, çdo ndryshim të tarifave të shërbimeve jo më vonë se 7 ditë kalendarike. Për 3 ditë rresht sipas zbatimit të tyre, të përgatisë kontratën dhe gjithë elementet e saj në format të printuar ose elektronik, lehtësisht të lexueshëm dhe të kuptueshëm, të mos dënojë lirinë dhe fshehtësinë e korrespondencës së pajtimtarit, të përmirësojë në mënyrë të njëanshme parametrat e shërbimeve të ofruara që janë subjekt të ligjit në fuqi, aktet rregullatore dhe praktikës së mirë të biznesit të operatorit. Të ndërtojë, mirëmbajë dhe të përmirësojë rrjetin dhe ofrimin e shërbimeve në zbatim të akteve rregullatore në fuqi, kësaj kontrate dhe të parimit të vjueshmërisë, sigurisë dhe cilësisë së lartë, standardeve të zbatueshme, rregullave dhe kërkesave të sigurimit teknik. Të jap pajtimtarit sipas akteve rregullatore në fuqi, informacion të detajuar për paketat e çmimeve që mund të zgjedhë pajtimtari duke i dhënë mundësinë e krahasimit midis tyre dhe ofertat proporcionale, zgjidhjen e çmimeve, zbritjen e çmimeve e tjerë. Informacion për cilësinë e shërbimeve të ofruara. Ti krijojë mundësinë pajtimtarit për aksesin në speed test matës shpejtësie në faqen elektronike të operatorit, nëpërmjet të cilit pajtimtari ka të drejtë të monitorojë download speed, upload speed dhe latency. Të kryejë instalimin e pajisjes, modem ADSL, fiber, wireless, decoder More TV e tjerë në ambientet e pajtimtarit. Operatori nuk merr përsipër ndërtimin e rrjetit të brendshëm për shpërndarjen e shërbimit në ambientin e pajtimtarit. Operatori ka të drejtë të ofrojë shërbimin dhe nëpërmjet rrjeteve wireless, kablore apo me fiber të një operatori tjetër të komunikimeve elektronike. Garancia e pajisjeve përcaktohet sipas procesverbalit të dorëzimit bashkangjitur. Të ndërpresë dhënien e shërbimit e cila zgjat më shumë se 30 minuta, duke vënë në dieni AKEP-in dhe pajtimtarin. Të paktën 48 orë më parë në rast të një përmirësimi, modernizimi ose mirëmbajtje të planifikuar në rrjet. Sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se 48 orë pas ndodhjes së ndërprerjes së shkaktuar nga defekt apo dëmtime të rrjetit. Të ofroj shërbimin e suportit teknik gjatë 7 ditëve të javës sipas nivelit të shërbimit të dakordsuar SLA referuar tabelës së mëposhtme. SLA 1, koha maksimale e përgjigjes 30 minuta. SLA 2, koha maksimale e përgjigjes 15 minuta. SLA 3, koha maksimale e përgjigjes 10 minuta. SLA 1, koha maksimale e zgjidhjes 48 orë. SLA 2, koha maksimale e zgjidhjes 12 orë. SLA 3, koha maksimale e zgjidhjes 6 orë. Suporti teknik për defektet që kanë lidhje me shërbimin kryhet pa pagesë kur ofrohet online ose nëpërmjet telefonit. Në këtë rast, pajtimtari është i detyruar të bashkëpunojë me operatorin për zbulimin e llojit të defektit. Në qoftë se pajtimtari nuk bashkëpunon, nuk kryen veprimet e kërkuara nga operatori, mban të fikura pajisjet apo kryen veprime të tjera që vështirësojnë apo pengojnë zbulimin e defektit, atëherë operatori nuk mban përgjegjësi për rregullimin të afatit të përcaktuar në këtë kontratë. Kur suporti teknik kryhet në mjediset e pajtimtarit, si rrjedhoje drejt për drejt e rrethanave teknike që kanë lidhje me operatorin, me pagesë, kur suporti teknik kryhet në mjediset e pajtimtarit dhe si rrjedhoje drejt për drejt të rrethanave që kanë lidhje me pajtimtarin, si për shembull, probleme me rrjetin e brendshëm të pajtimtarit. Pagesa do të përcaktohet rast pas rasti në bazë të kohës së punës të stafit dhe shpenzimeve të tjera të kryera nga operatori për këtë lloj suporti. Kjo pagesë parapaguhet nga pajtimtari në momentin e kryerjes së shërbimit dhe lëshimit të faturës. Të kryejë monitorim të vazhdueshëm të shërbimeve dhe të marrë masa për korrigjimin apo rregullimin të problemeve teknike në kohën më të shkurtër që të jetë e mundur. Në rast se shërbimi i kontraktuar nuk plotëson nivelin e cilësisë së parashikuar në kontratë,
operatori vonon riparimin e defekteve në rrjetin e tij të komunikimeve elektronike, te afateve të përcaktuar në këtë kontratë, atëherë ai detyrohet të zbresë nga fatura pasardhëse pjesën e çmimit mujor në përpjesnim me dica të mungesë cilësie apo vonese riparim defekti. Të lejoj përdorimin nga pajtimtari të shërbimeve të zgjedhjes ose para zgjedhjes së bartësit të thirrjeve në përputhje me legjislacionin dhe kuadrin ligjor në fuqi, të mundësoj pa pagesë dhe mënyrë të thjeshtë për pajtimtarin që të ndalojë automatikisht thirrjet e ridrejtuara nga një palë tret në drejtim të pajisjes së tij fundore. Siguroj mundësinë e paraqitjes dhe të parandalimit të identifikimit të lidhjes së thirrur dhe asaj thirrëse, të marrë masa deri në pezullimin e shërbimeve si kundërveprim ndaj incidenteve të sigurisë ose integritetit apo për shkak të kapërcimeve dhe cënimeve në rrjet sipas akteve rregullatore në fuqi. Operatori nuk do të jetë i detyruar për dëmin që nuk ja atribuohet drejt për drejt drejtimit të keq të tij, dëmin e shkaktuar nga thirrjet e dështuara, mos plotësimin e detyrimeve për shkak të një force madhore gjatë kozgjatjes së saj, përmbajtjen e informacionit të transmetuar nëpërmjet rrjetit, ndërprerjen ose cilësinë e dobët të shërbimeve të komunikimeve elektronike kur kjo është në kufi të parametrave teknik dhe cilësinë e rrjeteve të tjera të komunikimeve elektronike si dhe dëmet ose prishje në këto rrjet. Ndërprerjen ose cilësinë e dobët të shërbimeve të komunikimeve elektronike kur kjo ndodh për mungesën e pezullimit ose prishjen e parametrave teknik të cilësisë së pajisjeve të energjisë të godinave ose banesave. Mungesën e ofrimit të shërbimeve ose cilësinë e dobët të tyre gjatë testimeve që kryen nga operatori me qëllim për të inspektuar pajisjet, lidhjet, rrjetet e tjerë, si dhe testet me qëllim përmirësimin apo efektshmërinë e shërbimit të ofruar vetëm subjekt për pajtimtarin, duke e mbajtur të informuar paraprakisht problemet apo defektet që mund të vinë si pasojë e përdorimit të aparateve apo dekoderave në mënyrë të pavarur nga pajtimtari, si për shembull, luhatjeve të tensionit elektrik me pasojë djegje në aparateve apo dekoderave e të tjerë, e përdorimit të internetit në mënyrë të pavarur nga pajtimtari, si për shembull, hapjes së faqeve të ndryshme të internetit, shkarkimi të programeve nga interneti, dëmtimi nga viruset, aplikimi i formave të pagesave online e tjerë. Operatori nuk është i detyruar të njoftojë paraprakisht pajtimtarin për masat e marra në rast se shkelja evidentuar e kontratës shkakton një kërcënim serioz të rendit të sigurisë publike, shëndetit dhe mjedisit, shkakton një dëmtim serioz fizik, material ose funksional të rrjetit. Nëse është teknikisht e mundur, operatori është i detyruar të kuizojë aksesin vetëm për ato shërbime që pajtimtari ka shkelur kushtet e kontratës, përveç rasteve ku pajtimtari abuzon ose në mënyrë të përsëritur kryen me vonesë ose nuk paguan faturat. Pëlqimi paraprak i pajtimtarit. Pasi të ketë marrë gjithë informacionin e nevojshëm nga operatori, pajtimtari me nënshkrimin e kësaj kontrate deklaron pëlqimin paraprak që t'i publikojnë të dhënat në numëratorin e përgjithshëm telefonik, duke përzgjedhur të dhënat personale që nuk i dëshiron të publikohen. Pajtimtari ka të drejtë të revokojë këtë pëlqim në çdo kohë, duke e njoftuar me shkrim operatorin në adresën e përcaktuar në këtë kontratë. Të përdorin sistemet e thirrjeve automatike për dërgimin e thirrjeve drejt pajtimtarit, pa ndërhyrje njerëzore me qëllime marketingu, të kryhen përpunime paraprake nga ana e operatorit i të dhënave të trafikut për qëllime marketingu të shërbimeve të komunikimeve elektronike ose për ofrimin e shërbimeve me vlerë të shtuar. Operatori do të ruajë të dhënat në përputhje me ligjin 9918/2008. Operatori do t'i bëjë ato të disponueshme për pajtimtarin, pas kërkesës së drejtuar me shkrim nga ky i fundit. Në qoftë se pajtimtari dëshiron të ndryshojë publikimin e të dhënave, për këtë duhet të njoftojë operatorin nëpërmjet postës rekomande me lajmërim marrje. Në qoftë se pajtimtari nuk njofton sipas mënyrës së mësipërme, operatori nuk mban asnjë përgjegjësinë në qoftë se ka kryer publikimin. Ruajtja e fshehtësisë të përdorimit të dhënave personale. Operatori ka detyrim të ruajë privatësinë e të dhënave personale dhe komunikimeve të pajtimtarit në përputhje me ligjin numër 9887/2008, ligji numër 9918/2008, si dhe aktet e tjera ligjore dhe nënligjore përkatëse. Operatori nuk do të kontrollojë përdor të dhëna personale ose përmbajtjen e komunikimeve të bëra nëpërmjet rrjetit të tij në favor të ndonjë pale të tretë, përveç rastit kur kjo ka lidhje me dhënien e shërbimeve ose kur kërkohet nga organet kompetente në rastet e përcaktuara nga ligji. Operatori do të mbledhë dhe përpunojë të dhënat personale të pajtimtarit për përmbushjen e kësaj kontrate, për qëllimet e lejuara të biznesit të përcaktuara nga operatori ku përfshihen përpunimi i kërkesave për pajtim në rrjet,
dhënia e shërbimeve për pajtimtarin, mbajtja e llogarive në transaksioneve, përgatitja e faturave dhe dhënia e shërbimit të kujdesit për klientin, krijimi dhe mbajtja e bazave të dhënave dhe platformave të shërbimit, kryerja e analizës dhe studimeve për qëllime marketingu. Operatori ose agentët e tij munden që her pas here të kontakton pajtimtarin përmes postës, telefonit, emailit apo SMS-ve në lidhje me shërbimin e ofruar ose të pranuar nga pajtimtari për marketing të drejtpërdrejtë të produkteve apo shërbimeve të operatorit. Pajtimtari në çdo kohë mund të kërkojë ndalimin e kontaktit për qëllime marketingu nga ana e operatorit. Operatori garanton se nuk kryen përgjime të komunikimeve elektronike. Përgjimi i komunikimeve elektronike kryhet vetëm nga organet kompetente shtetërore të përcaktuara me ligj. Veprimi i forcës madhore. Operatori nuk mban përgjegjësinë ndaj pajtimtarit për shkeljen e kushteve të kontratës ose pamundësisë së tij për përmbushjen e detyrimeve të veta në rrethanat e veprimit të forcës madhore. Forcë madhore konsiderohen situata me një impakt të përgjithshëm, të cilat janë jashtë vullnetit të palëve dhe ja mundësojnë atyre ushtrimin e detyrimeve sipas kësaj kontrate. Si më poshtë vijojnë për pa kufizuar vetëm në to: tërmetet, përmbytjet, katastrofat e ndryshme natyrore, luftërat, revolucionet, kuriengritjet, shpërthimet, zjarri, embargot tregtare, grevat, pengesat natyrore, epidemit, si dhe çdo vepër tjetër e përgjithshme përtej kontrollit të arsyeshëm të palëve. Pavarësisht nga veprimi i forcës madhore, palët do të bëjnë të gjithë përpjekjen e mundshme për të mbushur sa më mirë detyrimet e tyre në rrjedhin nga kjo kontratë. Ndryshimi i kushteve të kontratës së pajtimit. Kjo kontratë dhe anekset e saj janë të publikuara në faqen elektronike të operatorit. Kushtet e përgjithshme të kontratës mund të ndryshohen vetëm pas njoftimit përkatës të ndryshimeve tek AKEP dhe publikimit të tyre në faqen elektronike të operatorit. Në rast të ndryshimit të kushteve të përgjithshme të kontratës, reduktimit të shërbimeve apo ndryshimit të cilësisë së shërbimeve të zgjedhura nga pajtimtari, operatori duhet të njoftojë pajtimtarin nëpërmjet njoftimit individual me mjete të qëndrueshme, dorazi me post, faks, me SMS, email apo me mënyrë tjetër që provon vërtetimin e marrjes së njoftimit, të paktën 30 ditë përpara hyrjes në fuqi të tyre, duke njoftuar dhe datën e hyrjes së tyre në fuqi. Pajtimtari ka të drejtë të zgjidhë kontratën në rast se nuk është dakord me ndryshimin e kushteve, duke njoftuar operatorin me shkrim me mjete të qëndrueshme para afatit të hyrjes në fuqi të kushteve të ndryshuara. Pajtimtari nuk shkarkohen nga përgjegjësia në bazë të kushteve të ndryshuara nga data e hyrjes në fuqi të tyre deri në datën e zgjidhjes së kontratës. Nëse kërkesa për zgjidhjen e kontratës është bërë pas hyrjes në fuqi të kushteve të ndryshuara, zgjidhja e kontratës nuk do të shuajë detyrimet që pajtimtarit janë krijuar para zgjidhjes së kontratës. Zgjidhja e mosmarrveshjeve, mënyra dhe procedura për zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe ankesave të pajtimtarit përcaktohet në udhëzuesin për zgjidhjen e ankesave pjesë e kësaj kontrate. Në rast se palët nuk arrin të zgjidhin mosmarrveshjen me mirëkuptim, secila mund t'i drejtohet për shqyrtim AKEP-it ose gjykatës kompetente. Të ndryshme. Pjesë e pandashme e kontratës së pajtimit janë formulari i regjistrimit, kushtet e përgjithshme të kontratës së pajtimit, udhëzuesi për zgjidhjen e ankesave për pajtimtarin, proces verbali për dorëzimin e pajisjeve, aneksi lista e shërbimeve dhe çmimeve. Kjo kontratë pajtimi hartohet në gjuhën shqipe në 2 kopje me vlerë juridike të njëjtë, nga të cilat një e mban pajtimtari dhe një operatori. Kjo kontratë hyn në fuqi në datën e nënshkrimit nga palët, me anë të këtij nënshkrimi vërtetoj se i kanë lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e kësaj kontrate. Ankesat mund të paraqiten nëpërmjet numrit 044 300 001 për defekte dhe asistencë teknike, nëpërmjet dyqaneve A Business Store të operatorit ku merren deklarim shkresor për ankesën, nëpërmjet postës në adresën Rruga Ismail Qemali, Pallati 18, kati i 2, Tiranë, Shqipëri, me email në adresën support@abisnet.al, në WhatsApp ose Viber në numrin 068 900 08 55. Afati i paraqitjes së ankesave është brenda 15 ditëve nga marrja e faturës për shërbimin e ofruar, nëse ankesa i referohet shumës së faturuar për shërbimin e ofruar, brenda 15 ditëve nga ofrimi i shërbimit, nëse ankesa i referohet cilësisë së shërbimit të ofruar. Ankesa për mos riparim të defekteve të paraqitet menjëherë pasi mbaron afati sipas pikave përkatëse të kontratës. Ankesat e tjera të çdo lloji paraqiten sa më parë. Ankesat në varësi nga natyra e tyre shqyrtohen nga strukturat përkatëse të operatorit, mbështetur në të dhënat e marra nga degët apo sektorët e tjerë dhe konform rregullave bëhet analiza dhe zgjidhja e tyre.
konform afateve të parashikuara në kontratën e pajtimit. Afati i informimit në shkrim të pajtimtarit mbi rezultatin e shqyrtimeve të ankesave sipas pikave 2A, 2B, 2C dhe 2D është brenda 15 ditëve nga marrja e tyre. Përgjigja për ankesën i detyrohet pajtimtarit nëpërmjet mënyrave të komunikimit si më poshtë vijon, post ose online. Operatori mban një regjistër të veçantë për ankesat e paraqiturave sipas pikave 2A, 2B, 2C dhe 2D dhe përgjigjet e dhëna me shkrim sipas pikës 4 duke i dhënë secilës një numër referent. Pajtimtarët kanë të drejtë që nëse nuk janë të kënaqur me përgjigjen e dhënë nga operatori, pajtimtari mund të kërkojë nga AKEP të zgjidhë mosmarrveshjen me operatorin ose të ndjekë kërkesën në rrugë gjyqësore para gjykatës kompetente. Kërkesa e pajtimtarit për zgjidhje mosmarrveshje në AKEP dorëzohet dorazi në zyrën e protokollit të AKEP. Paraqitet me shkrim përmes postës në adresën Rruga Reshit Çollaku numër 42 Tiranë ose me email nëpërmjet aplikimit sipas modulit e ankesa të publikuar në faqen zyrtare të AKEP-it www.akep.al dhe duhet të përmbajë fakte dhe prova në të cilat është bazuar. Kërkesa duhet të paraqitet në AKEP sipas nenit 121 të ligjit 9918/2008 për komunikimet elektronike i ndryshuar. Operatori mban një regjistër të veçantë për ankesat e paraqitura dhe përgjigjet apo vendimet respektive sipas kushteve të kontratës. Formulari i regjistrimit. Operatori, Shoqëria Abisnet S.A., Rruga Ismail Qemali, Pallati 18, Kati 2, Tiranë, Shqipëri. NUIS K011717001C. Certifikat numër 2012 AP U6985 datë 20/3/2012. Telefon shitjet 044 300 123. Telefon suporti 044 300 001. Email info@abisnet.al. Web www.abisnet.al. Kushtet e kontratës. Tipi, afati, pagesa, numri i kontratës, data, penaliteti, numri i përdoruesit. Tipi, emri, adresa, datëlindja, qyteti, mobile, njipti, vendlindja, shteti, email. Shërbimet, lloji i lidhjes, shërbimi internet, shërbim televizor, shërbim telefonik, lloji i IP-s, pajisjet internet, pajisjet TV, router, Wi-Fi e të tjerë. Nënshkrimi. Kujdes. Deklarimet e të dhënave të rreme apo paraqitja e dokumentave të falsifikuara për regjistrim përbëjnë krime të falsifikimit ose përdorimin të dokumenteve të falsifikuara që parashikohen nga nenet 186, 189 ose 191 të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë. Në rastet e parashikuara me ligje të dhëna të këtij formulari, u vihet në dispozicion autoriteteve të përcaktuara në Kodin e Procedurës Penale në bazë të kërkesës së tyre. Nënshkrimi i operatorit, nënshkrimi i përdoruesit.